Së pari, besoj që parafërsisht në këta minuta është duke u dorëzuar në gjykatën kushtetuese Lënda dhe unë besoj që ata që e dorëzojnë, që janë ekspertë të fushës, do të mund të japin hollësi për adresimin. Unë besoj që 60 ditë që ka filluar të rrjedh dhe tashmë ka rrjedhur një ditë, por 30 ditëshit që ju referuat ju është për të filluar procesi, jo për të përmbyllur ai. 30 ditëshi është edhe fillimi edhe fundi i trajtimit, nëse të 3 raundet zhvillohen të njëjtën ditë. Pra, kur ne kemi biseduar me kryetarin Hamza dhe me kryetarin Abdigjiku, ne kemi menduar që do të ketë një ditë të vetme të zgjedhjes së presidentit. Dhe në këtë kuptim, gjithçka të kryhet me 4 ose me 5 mars. Mirë po, ne megjithatë e filluam procesin dhe tash i kemi edhe 60 ditë të tjera për ta përmbyllur atë. 30 ditëshi i referohet fillimit të procesit. Po ku ka më mirë që fillimi dhe fundi të jetë njëjtën ditë. Por në këtë rast, ky nuk është rasti.